Shoku i Hashim Thaqit, shoku i Sen Berishës, shoku e punëtori i LDK-s, ishtë në pushtet para luftës, u kry lufta, fitum na, aj prap në pushtet, ky fashehulli me LDK-n mas luftës dhe 2007. Kërë PDK, këm pas një farbindje që kur të vinë ta PDK-s, të paktën kanë me largu qëta udhbashat, prej mos me bashkëpunu, mos me punu me ta, apet këta Hashim Thaqi i ofron edhe ju gjon pun, edhe bes edhe i kish pas pagu kogja mirë, ofër 700.000 euro i kishin dhënë drejtorat e policisë Kosovës e TAKI-s, 700.000 euro ja kishin dhënë shpionit që me kanë shpion i Serbijës, le që ka marrë pare për i Serbijës, po edhe na kena pagu. Shteti jonë e ka pagu shpionati për Serbijën, edhe na të pagun aty. Kjo vesh të na ndodhë, nuk ndodhë kërkun botë. Tash, po thonë, o qmen deputeti, po, është fakt që ngënë. Dhe bazën e rekruetuese për Fatmir Shehullin, personin i cili u arrestua me 9 tetor në ndyshime për spionazh. Sipas prokurorisë speciale, Shehulli punonte në urdhrat e zyrtarit të BIA-s Shërbimit Sekret Serb me emrin Bojan Dimić. Detyrat e Shehullit sipas prokurorisë speciale ishin grumbullimi i informacioneve dhe shpërndarja e tyre në mediat online në Kosovë. Në dosjen të cilën e ka siguru Kallxo.com, thuhet se Shehulli ishte në nënhetime nga prokuroria që nga muaji i gusht i vitit 2024 dhe për një kohë ai ishte edhe në përgjim fizik. Në vëzhgime direkte sipas dosjes së prokurorisë është zbuluar edhe një skem ku Shehulli ka pranuar informacione nga BIA të cilat më pas janë publikuar në mediat në Kosovë. Prokurori shkruan se është vërtetuar se me datën 26 shtator 2025, rreth orës 14 sipas udhëzimeve dhe planit operativ të përgatitur nga zyrtari i lartcekur i BIA-s Bojan Dimić, Fatmir Shehulli se bashku me bashkëshortën me veturën e tij të tipit Audi kanë shkuar në Mitrovic të Veriut, afër shkollës teknike, kanë takuar një person të panjohur, i cili u ka dhënë atyre audio dhe transkript të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim. Prokuroria pretendon se këto imazhe janë nga BIA serbe dhe në to ka mesazhe komprometuese. Gjatë takimit, prokuroria pretendon se Shehulli pranoi edhe një shumë të hollave si shpërblim për publikimin e tyre. Të dhënat e prokurorisë tregojnë se këto materiale pastaj janë publikuar në media online në Kosovë. Me 7 tetor 2025, Kallxo.com publikoi hulumtimin për dosjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, e cila ishte dorëzuar në prokurorinë speciale Kahmesi i vitit 2024, teksa përmendej edhe Fatmir Shehulli. Dosja fliste për dyshime se si rreth 2 milion euro të fundit special të AKI-s ishin shpenzuar nga 3 drejtorë të këtij institucioni, Driton Gashi, Shpend Malxhuni dhe Kreshni Gashi, në periudhën kohore 2017-2020, pa ndonjë evidencë për sigurimin apo administrim të ndonjë informacioni. Dosja specifikonte se i shefi i AKI-s Driton Gashi në 9 raste i ka dorëzuar tek Fatmir Shehulli mbi 500.000 euro. Fatmir Shehulli Vesh pak qëta s'po moj bërëbur me dëru. Të e ditë shpion i Serbijës a qëtë Kosova, shteti jonë, qeveria jonë, policia jonë e pagun, pse po shpionan për Serbijën, ja i shkon ma mirë me kon shpion i Serbijës, 500.000 euro pare, kashja kanë dhonë në burë. Fatmir Shehulli, të e ditë, babe, babgjesh e stërgjesh, u të basha, kritë Kosova ka ditë, Hashimi se pas ka ditë. Policia jonë se pas ka ditë, AKI-ja jonë nuk e pas ka ditë që kjo është të bashkë, që kjo pënën për Serbijen. Edhe që onë e paguin shpionin. Edhe të i dhonë dekorata, që nga halo këj merë pare, nga në pak. Atë kohë, kishte pranu para dhe nga ish drejtori tjetër i AKI-s, Shpend Malxhuni. Vlera e parave që Malxhuni kishte dorëzuar tek Shehulli në 4 raste
llogaritë të jetë 140.000 euro. Në total, nga AKI, Sheholli ka marrë 640.000 euro. Fatimir Sheholli në një bisedë me Kallzo.com kishte pranuar që në atë kohë ka bashkëpunuar me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, por në lidhje me raportin, ai theksoi se nuk është në dieni dhe nuk është ftuar nga Prokuroria Speciale për intervistim. Që kërkesë në më pak se... Çka me thonë, Barbora? Çka me thonë tina? Tash, me konë shpion në Serbijës, krenari. Le që të pagun Serbia, po të pagun në Kosovë. Tash, ku kena më rinjë, edhe qysh me nënë me majtë në një shtetë, me bon një shtetë, kur i opën pare shpionit, i thëjmë shko të shpionat të Serbia, se na të paguna. Ata nështë s'kan pas nevoj heq ata Beogradit me pagu Shehollin, se kena dhonë në boll 2 milion euro ishin, 2 milion euro pare më adhështë, për një shpion mi marë 2 milion nuk janë pak. Edhe dalin, folin, e më shiten patriota, kër e nin këtë Faresen Berishën, këtë patriot, së di, e nin thaqin anena, patriot, mës vetë, e nin të atë lëdëkës patriota mës vetë, kër i shofë Rafit, e thaqin 2000 me Shehollin në zyre, burë po këta pas kanë pas pënu prej her mas luftës me të basha. Lëdëkëja ka pas, kë ka pënu në këji, ka pënu prej her mas luftës. Me në qeverien e lëdëkës kura konë. Ka pënu në 2007 me qeverien në thashit, 2014, 2015, deri që erdhe Albini, e largoj si qenë, edhe në fund të burgosi. Po kontaktet e tina, mu nuk për më interesën puna këtina, po qysh ka mundësi që prokuroria nuk mirët me ata njerës që ka dhënë parët këtina. Me që ata drejtorat policijës e takëjës, me kryetarin e shtetit, me kryeministrin, me krejt këta, du të më marrë dikush. Se dikush e ka dhënë 2 milion këtina për me shpionu në Serbi. Me ta nuk guxon kërkush me marrë, nuk guxon kërkush me folë për ta. Albini e shtinë e qëtatë në rotin. Në burg, po nja, shka me bo? Po që ta gazetar që kanë marrë para për Serbijës me publiku ngjëzimet e Shehollit e këtu, këta prokuria nuk pinjek heq, kërkan, po thot janë ketë pafajshëm. Jo bërë se krejt nuk janë pafajshëm. S'po tham që janë krejt shpiuna, po një 80% qëta televizion e vtuna, një 80% janë bashkëpunëtorë të Serbijës që marrin pare direkt. Po këta të na e mira këtyne shpionave që këta këshin marrë pare për Serbijës me shpionu në Serbi, e plus kanë marrë pare prej Kosovës me qu lajme Serbijës. 2 herë i pagu më bu. Për që ata këta e në bo milionera krejt. Po, veçaj nalë t'i shala na drejta neve se përbes nuk ka kushin na qetë në rrugë neve. Nëse kalon i mirë, falenderit e respekt për gjithë juve që më dishni, ju falenderoj shumë që më mundësoni videot e mija me shku sa ma shumë. Respekt e ketë, ka një like, ka një zemre, keni për me e falë, për juve njerëzve të mirë, për ata të këqit, me thonë, as nuk pordhi. Për njerëz të mirë, i respektoj, deri sa dikush më respekton një herë, unë e respektoj 2 herë. Një njeri që nuk më respekton heq, unë edhe ma heq. Bosh heq nuk një për ta. Kaloni mirë e deri në videon e ardhshme.